Profesoresh Mevlude, ju kam mbi 20 vite që jeni ligjëruese në këtë shkollë. Më trego pak për historinë dhe si ka qenë të jesh një profesoresh kaq vite ligjëruese në këtë shkollë të fshatit Çajla. Njerit mirë se na erdhët në shkollën e fshatit Çajla. Kjo shkollë ka një histori paksa të dhemshme ta themi, sepse zanafilla ose historiku i shkollës që lidhet nga vitet e hershme, dhe me thënë, por ne flasim për objektin ku jemi tash, dhe me thënë flitet për vitin 1983, kur edhe filloi ndërtimi i kësaj shkolle me iniciativën e bashkëfshatarëve të fshatit, për cilët jemi shumë mirënjohës, të cilët kontribuan me mundin e tyre me 51%, dhe me thënë kontribuan fshatarët, dhe 49% kontriboi bashkësia arsimit e asaj kohe. Të flitet për shkollën e Çajlës, unë personalisht gjej një krenari që sot flas për historikun e kësaj shkolle, sepse vetë personat të cilët morën përsipër hapjen e një shkolle në këtë fshat ishin shumica ishin mësuesit e mi që unë me punësimin tim në vitin 2002, dhe me thënë i gjeta mësuesit e mi në këtë shkollë, të cilët unë pa hamendje do t'i quaj pishtar të arsimit, sepse pa to ndoshta kjo shkollë nuk do të ekzistonte sot, bile ngjej përgjegjësi, po t'i cekim disi edhe me emra, për fat të keq disa nuk i kemi, po një pjesë mirë tyre i kemi. Dhe me thënë, ishte mësuesi Zendel Jakupi, ishte mësuesi im Zotriaqim Iseini, ishte mësuesi Ismail Aliu, ishte mësuesi Haqim, që për fat të keq nuk na jeton më. Ishte një krenari që unë, kur u punësova në këtë shkollë në vitin 2002, t'i gjej këta pishtar të cilët kishin dhënë kontributin e tyre për ndërtimin e kësaj shkolle. A ka ndryshuar ndër vite kjo shkollë? Shumë. Ndryshimet kanë qenë, dhe me thënë, ka pas ndryshimet të mëdha, edhe atë shumica e ndryshimeve është bë me iniciativën e bashkëfshatarëve të fshatit. Që thotë, ashtu si këto bashkëfshatarë të Çajlës arritën që ndërtojnë një tempull të dijes, siç është kjo, ashtu e mirëmbajtën dhe e mirëmbajnë edhe sot e kësaj dite. Por në vitin 2000 shkolla u më vecu, më 20 e muajit 10 të vitit 2000 kjo shkolla u më vecu dhe thjesht funksiononte me ndihmën e bashkëfshatarëve të fshatit, ku drejtori i parë ishte mësuesi Etem Aliu, pastaj për fat të mirë drejtori i shkollës ishte mësuesi im i shkollës fillore, Zotriaqim Iseini, atëherë kur unë thjesht gjeta një kënaqësi edhe më të madhe në bashkëpunim me mësuesin tim, dhe në vitin 2006 drejtor u emrova dhe unë vetë nga mësuesin Zotriaqim Iseini. Dhe nga ajo kohë mendoj se pas ka dominuar gjinia femrore. Si duket po, ka dominuar më tepër, po është kënaqësi edhe ajo. Dominon gjinia femrore me një numër të mirë të mësimdhënësve që janë këtu nga 28 mësimdhënës, dhe me thënë shumicën i kemi femra, por është kënaqësi të punohet në këtë shkollë me të dy gjinit, të jesh i punësuar në shkollën e Çajlës është një privilegj zakonisht i madh.